Përshëndetje, unë jam doktori Selda Sejdia dhe sot dua të flasim për të ndaluarit së kërkuari nga jashtë. Është pikërisht ai momenti kur ndalojmë vërtet së kërkuari jashtë, sepse shumica prej nesh është mësuar të kërkoj gjithmonë diçka. Një ndjesi më të mirë, një përgjigje më të qartë, një siguri që kërkojmë që të na qetësoj. Dhe e kërkojmë këtë te disa njerëz, në rrethana, në rezultate. Dhe shpesh besojmë se kur gjërat jashtë nesh të rregullohen, atëherë edhe brenda nesh do të vijë qetësia. Por e vërteta nuk është kështu. E vërteta është më e heshtur. Sepse edhe kur arrim ato që kërkojmë, shpesh ndjejmë që diçka ende na mungon. Një ndjesi e lehtë boshllëku, një kërkim që nuk ndalet. Dhe kjo nuk është sepse mungon diçka nga jashtë, është sepse jemi larguar ne pak e nga brenda. Meditimi na mëson të ndalojmë këtë kërkim të vazhdueshëm, jo duke hequr dorë nga jeta, por duke ndryshuar drejtimin e vëmendjes nga jashtë brenda. Kur ndalojmë së kërkuari jashtë, fillojmë të vërejmë më shumë, fillojmë të dëgjojmë ato që zakonisht e kalojmë, ritmin e frymarrjes, tensionin e trupit, emocionet që presin të ndihen. Në fillim, kjo ndalesë mund të duket më e vështirë, sepse jemi mësuar të shpërqendrohemi, të ikim nga ajo që ndjejmë, të mbushim çdo hapësirë me mendime apo me aktivitet. Por, kur qëndrojmë, diçka aty fillon dhe ndryshon. Ngadalë, kupton që mendja fillon dhe qetësohet. Jo sepse mendimet zhduken, por sepse ne i ndjekim me të njëjtën forcë. Trupi fillon të zbutet, frymarrja bëhet më e thellë dhe në atë qetësi lind një ndjesi tjetër. Mjaftueshmëria. Të mjaftohesh. Një ndjesi që nuk vjen nga arritja, por nga prania. Një ndjesi që nuk kërkon konfirmim, por kërkon vetëm vetdije. Dhe në atë moment, kuptojmë diçka shumë të thellë. Ajo që kemi kërkuar gjithmonë jashtë. Nuk ishte një gjë, ishte një ndjesi, një qetësi, një stabilitet, një lidhje me vete. Dhe kjo ndjesi nuk krijohet asnjëherë duke kërkuar më shumë. Ajo lind kur ne ndalojmë, kur marrim frym, kur qëndrojmë, kur nuk ikim më nga vetja. Sepse ndoshta nuk kemi qenë kurrë pa ato që kërkonim. Thjesht kemi qenë shumë të zënë duke kërkuar, sa nuk e kemi ndjerë. Dhe ndoshta kjo është një nga kthesat më të bukura të jetës, kur ndalon së kërkuari jashtë dhe fillon ta gjesh nga brenda. Faleminderit që po jep vetes këtë ndalesë, faleminderit që po zgjedh të kthehesh nga brenda. Unë jam doktori Selda Sejdia, bashkë do të shihemi sërish në puntatën e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.